Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në GJKK është zhvilluar këtë të hënë seanca e radhës për çështjen penale që lidhet me privatizimin e kompleksit sportiv Partizani, dosje në të cilët janë në hetim dhe gjykim 8 pandehor. Në cilësinë e dëshmitarit është paraqitur ish ministri i Sporteve dhe Kulturës Ylli Pango, i cili është pyetur mbi rolin e tij gjatë periudhës 2007-2009 dhe ndryshimet ligjore që u ndërmorën në ligjin për sportin në vitin 2008. Pango ka sqaruar në sallën e gjyqit se sipas tij qëndrimi institucional në ato kohë ishte në favor të dhënies së objekteve sportive me koncesion si një mënyrë për të nxitur zhvillimin e sportit. Ai ka theksuar se në këndvështrimin e tij koncesioni nuk e përjashtonte privatizimin dhe se kjo praktikë sipas tij zbatohet edhe në vende të tjera. Ish ministri është shprehur se ndryshimet dhe iniciativa përkatëse nuk ka qenë vendime personale të tij, por pjesë e një vizioni qeveritar për zhvillimin e sektorit të sportit dhe administrimin e provave publike. I pyetur nga mbrojtësi Sali Berishës nëse kishte zhvilluar komunikime me ish kryeministrin e kohës apo me persona të tjerë të përfshirë në privatizim, Pango është përgjigjur se nuk i kujtoheshin detajet e bisedave të mundshme. Pas përfundimit të seancës, përfaqësuesit të palëve kanë dhënë deklarata për media ku Jamar Maltezi ka pretenduar se dëshmitë të dhëna sipas tij kanë nxjerrë në pasaktësi në qendrimet e prokurorisë. Në të njëjtën seancë ka dëshmuar dhe ish drejtuesja juridike Tedis Lubonja, ndërsa një tjetër i thirrur, Paro Laçi, nuk është paraqitur në gjykat. Procesi gjyqësor për çështjen vijon me dëshmi dhe administrim provash.